ti ke marrë Tom Doshin, po të marrësh Partinë Demokratike do shohësh ti çka kanë bërë Benetin. Është pika më e nxehtë e debatit. Mos harrojmë që kandidat i pritshëm për në Shkodër ishte Rama. Sepse ishte testi më i madh në vend të Partisë. Nuk është lajm kur qeni ka pson njeriu. Beneti. Kur njeriu ka pson qenin. Ai ishte. Pra tani këtu po doja po të marrë gjitha të thotë se apo po don. Njëri thotë bufi, këtë thotë. Okej. Nuk na dele sa. Shabane. Po. Ajo që ndodh në Shkodër midis Benet Becit dhe Tom Doshit është provë e faktit që dhe PS-ja është berishizuar. Pra nëse ato fenomene deri dje kanë qenë vetëm te Berisha, sot janë edhe ke Rama. Edhe Rama po qeverisë në njëjtë mënyrë. Edhe Partinë Socialiste, edhe Tom Doshi u burri mirë pse është kundra. Tom Doshi ka bashkëpunuar edhe me Berishën, edhe me Rama. Dhe është një fenomen që duhet të largohet, që është një fenomen që duhet të largohet nga politika. Pastaj boni tash Tom Doshi në Benet Beci është ka qeverisur, ka menaxhuar edhe me Berishën, edhe me Ramën. Dhe këtu tregon që po të heqësh logot këtyre, po të heqësh emrat, ti nuk e dallon njëri nga tjetri, se vetëm bën një gjë. Jo vetëm sillen në një mënyrë. Se ku ka edhe i kanë një njerëz. Ka qenë me Berishën do. Po ka qenë që çka me të. Ka qenë në fillim me Berishën nga 2005. Janë kontrabanda naftës së burrët këto të fortë pasi si mos na. Ta janë deri maç. Edhe kur është njëri lart, tjetri poshtë, edhe kur është njëri poshtë tjetri lart, ne ndorë na ngel deri maç. Tek e bërë të bukur. Ky është thelbi. Ky është realiteti. Autogoli që bëri, rasti tipik, shiko, autogoli që bëri është ky. Benet Beci ka qenë nuk ta shajm Benetin, të lutem. Çifar sotimin. Jo Benetin tani. Benet Beci. Po ai ka menaxhuar fondin shqiptar të zhvillimit, më kupton? Ishte person teknik. Dhe në momentin kur perceptimi jot është në për persona të teknik vuajnë fut në politikë. Beneti jetë miliarder. Ti je aty shtet në këtë rast. Po. Dhe pikërisht këtu vuajnë që Beneti jetë miliarder. Thelbi juaj. Qytetarët vuajnë për spitale që Tom Doshi jetë miliarder. Tani administratorë në funksion të ligjit. Ti do më mbrojt para administratës qytetare. Ju thoni që shiko. Ti qofsh. Po ti je administratorë ti i politizuar. Jo zotëri, kush është administratorë shtetërore? Jo duhet të na vjen në dorën xhep. Çfarë depolitizojmë administratën shtetërore? Dhe të marrish të më thuash të mua që Benet Beci nuk është politik. Ka qenë fraksioni investimi të huaj ta dish se s'ka patur lidhje me qeverinë shqiptare në këtë kuptim, sepse Fondi Shqiptar i Investimit është fond i investimit të huaj. Por e lëre fondin ma i është fond i cili investohej nga Evropa dhe kishte pjesë buxheti i shtetit dhe politikat e investimit që bënte fondacion ishin të miratuar nga Bashkimi Evropian. Dhe ti thua se institucioni si person që njëri shërboi Berishës, njëri shërbej Ramës do thotë që ti në tru nuk e ke konceptin e qartë në personin jo politik. Beno e morë vesh që ka qenë jo, nuk është fola pse po fola tani unë fola për koncept në zotni. I ka shërbyer Benet Beci të dyve prandaj të bëjnë. Jo zotni, Benet Beci ka për punën si administrator. Jo, thonë ti më kryetar i bashkisë një orë kur ka 2 vjet sa po na luri me